Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Nderuar vëllezër, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë edhe sot me rrëfimin e Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu, pas disa ligjëratave, dhe kemi rrinë në momentin që kam prit. Jo vetëm ne që kemi prit, por e kam prit edhe sahabët për pas 50 në të tëra. Pra pas një periudhe të vështirë që kaluan jo vetëm Ka'b dhe dy shokët e tij, por edhe shoqëria e Medinës në përgjithësi, edhe profeti alayhi salatu wassalam, sepse gjitha ato mosa që i morën ndaj këtyre tre personave ishin si pasojë mëkatit të tyre, lëshimit të tyre, që bën karshi në urdhët e profetit alayhi salatu wassalam. Mirë, po s'ka dyshim se ata nuk e kishin dëshirë dhe edhe ata mërziteshin, edhe ata ndjenin dhimbtën, sikurse ndoshta edhe Ka'b radhiyallahu ta'ala edhe shokët e tij, pra krejt shoqëria e Medinës së dashur vëllezër besimtar ishin të prekupuar, të mërzitur, edhe pse të gjithë ishin të vendosur që me respektu urdhrat e profetit alayhi salatu wassalam. Pra shqiptimi ose respektimi i urdhrave të profetit, dhe nëse ka nevojë edhe shqiptimi i masave ndaj njërit prej anëtarëve, xhamatit, familjes së kështu me radhë, nuk don të thotë, nuk është kjo shaj që ti nuk e don, për shembull, nuk e don fëmijën nëse ja shërton atij një gjobë ose një masë ose diçka. Jo, përkundrazi shumicën e rasteve ajo është për të mirën e tij, është si lloj masë ndëshkuese, e shumë herë është edhe si masë edukuese. Andaj dashur vëllezër, pas krejt kësaj periudhe dhe këtij rrëfimi të gjatë që na ka tregu Ka'bi hap pas hapi, qysh ka rrjedh, prej kur ka thirr profeti alayhi salatu wassalam dhe ka bërë thirrje me shku në luftë deri te java e fundit çka ishte sot, thot Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu, thot فأنزل الله توبتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بقي ثلث الآخر. سبحان الله. Thot, e zbriti Allahu pendimin ton, pendimin ndaj neve, ja zbriti profetit alayhi salatu wassalam në pjesën e tretë të natës. Subhanallah. Pa neve me na zbrit dukat në pjesën e tretë natës, as në gjanë kanë qut. Mirë, pa ata kanë qenë ndryshe. Ja ibadi, o rëbë të mi, ka thonë Allah zërë hadithin kutsi. A ka dikush, çdo natë, pjesën e tretë natës zbret në cilën e kësaj dynjoje. O rëbë të mi, a ka dikush dhe të lash, a ka dikush dhe problem, a ka dikush në i breng, a ka dikush në i kërkes. Allahu. Ja, shkaj në ratet e runa të kryetarin e drejtërisë për kace. Mirë, ati rejnë gati, mirë, po Allahu subhanahu wa ta'ala pak pja pra qesën kërkesa. Në veçantin këtë kohën që ai zbret enkas për rëbët e ti. Dhe thret, a ka dikush i ka të lashe, ka brenga, ka kërkesa ti përgjigj, ati ndihmoj ti ja, dhe ta fali. Thot Ka'bi, zbriti që ka ndodhur në natën e 50. Prej kur është ty profeti sallallahu alajhi wasallam, 50 net kanë kalu plot ankth e mërzi, dëshpërim, sepse nuk ishte e lehtë për Ka'bin dhe shokët e tij, por edhe Medinën në përgjithësi. Zbriti thot pendimi jonë në pjesën e tretë, zbriti profeti alayhi salatu wasallam në pjesën e tretë të natës, pjesën e fundit. E ajo ishte te Ummu Salame. Ummu Salame ka qenë njëra prej grave të profetit alayhi salatu wasalam, e cila ka qenë edhe bamirëse shumë. Dhe thot Ka'bi, dhe kjo grua e profetit ishte prekupuar kogja shumë me çështjen tonë. Dhe na ndihmonte. Ka nejt gati. Janë marrë masa ndaj tyre, i ka izolu, po e ka pas gruan dhe kanë edhe shoqëria ka qenë e prekupuar që më ndihmu këtyre sahabëve, edhe gruaja e profetit sallallahu në veçanti nga se ishte grua bamirëse. Profeti sallallahu ishte te Ummu Salame dhe i tha profeti alayhi salatu wasalam,
Ja Seleme, o Seleme, laqad tiba ala Ka'bin. I është pranu pendimi Ka'bit, subhanallah. Tash krejtë ky rrëfim e ka marrë emrin e Ka'bit sepse ai e ka rrëfy dhe ka tregu edhe ka qenë sahabi më i dallur. Përndryshe këtu hinë edhe dy shokë të tjerë. Seleme çka tha? Afala ursilu ilayhi fa ubashshiruhu. Tha, ata dërgoj dikon ja Rasulullah dhe t'i jap myshde. Po s'ka myshde më të madhe për një besimtar të mirëfillt se sot dita kur e din që Allahu ja ka fol gjunat. S'ka myshde më të madhe. S'ka. Pra ta ka thonë për e të selam, besimtari që e kryen haxhin kthehet sikur se atë ditë që e ka lind nona e tij pa mëkate. Pra ka thënë që është problem i madh, është arritje e madhe, është begati e madhe. Me të qitë 0 gjënohë që i ke bënë ashtë 60-70 djetë e je hi poshtë e përpjet, pa pas kujdes, me vedije, pa vedije. Ne kena plot gjënohë pa vedije, e kena edhe shumë me vetëdije. Allah me t'i falë me katët është vërtet një begati e madhe, në veçanti këtë të lashe që për presin e gjithë Medinja. Për thot, ja Rasulullah, a ti thëmë dikun e le shkon me i marë mysh dhe Ka'bit? Tha profeti alayhi salatu wassalam, tha, idhen ju hattimukum an-nas. Tha, atëherë me bo me shku që thash, ju rrokun, ju vin njerëz edhe s'munit të as më rahatu, as me fijet në të pjesë e kam betë. Ju vërshojnë njerëz, sepse gjithë me dinë të shpëtëzër ishte duke prit këtë ditë ose këtë moment të zbritjes së pendimit. Tha jo, sepse vërshojnë njerëz, pra vinë prej gëzimit. Prej gëzimit vinë të shtëpia jo, të këtu jam edhe unë, për me vërtetu lojmin, për me bo për hajr, për që se gëzohen, dhe tani është herët pjesa e fundit e natës, tha deri sa u falë namazit sabahut, kur u falë namazit sabahut, profeti alayhi salatu wassalam i lajmëroi shokët e tij, sahabët dhe e bani publike të ubën që e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa porosit dashurëzër nga kjo pjesë e shkurt e njoftimit, e zbritjes së pendimit në shtëpinë e Selemës, profeti alayhi salatu wassalam. Porosia e parë, mësimi po dashurëzër, shoqëria e Medinës ishte një shoqëri që ishte shumë e lidhur me zbriti. Dhe problemi një personi ishte problemi të gjithëve. Dhe asnjëri nuk rahatohej derisa të mos zgjidhet ai problem. Galja një besimtarin në Medinë ishte galje për të gjithë. Dikush mos me pas mesin e tyre, të gjithë e kanë një veten që nuk kanë. Dikush me ngel i uritur, tjetër nuk është rahatu. Dhe e kanë jetësu hadithin që ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, mathalul mu'minine, shembulli besimtarve në lidhje, dashuri, vëzëllëk me zveti, është sikur se shembulli një trupi. Pra sikur se me qenë një trup i vetëm. Çka i bën kjo? E ka shpjegu pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam. Në trup, sa do i madh me kon, nëse mojet gishta e kona i dhimbët, krejt trupi s'rahatohet. Çfarë do ka thonë janë besimtarët. Nëse një besimtar në vendi që besimtar kanë të lashë, këtë besimtarët nuk rahatohen, andaj kështu ishte dashurëzë shoqëria e profetit alayhi salatu wassalam, shoqëria e sahabëve në Medinë. Galja e Ka'bit ishte galje të gjithëve. Mërzia e Ka'bit ishte mërzi për të gjithë. Dhe vuajtja e tij ishte vuajtje për të gjithë. Mirë po, ishin masa hynore ato të profetit sallallahu që u dashkë me çu në vend. Dytë të dashur vëllezër besimtar, subhanallah, sot jemi duke jetu me një botë këtë tjetër. Sot jemi duke jetu me një botë këtë tjetër. Pak e ndjin musliman fatkeqësisht.
Shumë pak, mësë me thonë heq, shumë pak e ndjejnë mërzinë e tjetrit, pak ja bojnë gojle tjetrit. Po me qato vitra, po, do vitra i dhojnë, qato vitra këshyri besimtarët më shkyje, ku janë, ku me gjithë, një familje dhe ato me jetimat, vëgën, me një paket vitrave këqyrë me marë me fitu gjenetin më të madhin. Ka dalë vllai dashur, ku je ka unë derisat? Ku je ka unë derisat? Ate jetimat do të me huë 365 ditë. Nuk e kanë veç natën e bajramit. Se kanë. Aja nënë e shkret, ka me pagu rrymë për çdo ditë, e ka nevoj për çdo ditë. Ushqim me shkollim, me vesh mbatin a peshohëm, të gjithë kemi familje. Peshohëm sa vështirë është, në bazat ditore ka harxhime dhe shpenzime. Sa pak janë duke ndje besimtarët galin e tjetërit, nevojën të tjetërit. Nivel të umetit, s'po flasë më heq. Shembulli më i keq këtë rast, për mëna që na ka demasku si besimtar, është ai që po ndodh në Gaza në Palestinë. Nuk ka koment. Allahu na falë, ya Rabbel Alamin. Allahu na falë. Një grësht besimtar midis vendeve islame, arabe, madje në njërin prej vendeve, 3 vendeve të shejta. Kuds, afër Kudsit. Që e shtetë është. Po djegën 54.000 gati jenë vronë dhe rishtash. Afër 20.000 janë fëmijë. Dhe nuk ka ndonjë luftë ose masakër sikur se kjo që është bë publike kaq shumë. Dhe gjithçka po përcillet, megjithatë hasbunallahu wa ni'mal wakeel, nuk na ka mbetur vetëm se më thonë, na mjafton Allahu e sa ndihmës i madh është ai. A kanë mundësi musliman kanë, a kanë pore kanë, a kanë ushtria kanë, a kanë shtete kanë, a kanë vota kanë, a kanë dur kanë, a kanë organizata kanë. Mirë po, guthaun ke guthau sejl, që shka parlemru profeti alayhi salatu wassalam, ka thonë ka më orë një kohë, kur pa besimtarët kanë ju vërsul muslimanëve, sikur se e gërsirat që është ju vërsulën, kur e gjenë një gjahë, që është dojnë me shkrim të natë. Ka thonë, ja Rasulullah, janë që ditë sahabët. Ka thonë, me siguri, ku kanë besimtarët e pak, edhe dopt, dhe s'kanë mundësi me reagu. Ka thonë, për shkak se janë pak, s'kanë ka qek, ka thonë, jo, janë shumë, një përhon janë sikur se shkuma e detit. Allahu në rrugë, ya Rabbel Alamin. Allahu ishli rrugë, ya Rabbel Alamin. Allahu ishli rrugë, ya Rabbel Alamin. Allahu e pranoft të vdekur e tyre prej shahidave, ya Rabbel Alamin. Allahu e shëroft smurët e tyre, e më shëroft të vdekurit e tyre, e shëroft nga ai zullum qarë, i cili nuk po ngopet me qapën e grave, fëmijëve, burrave, grave të pafajshëm. Ka vra, ka digë gjithçka, ka rënu gjithçka. Mirë po, Allahu është Ghafurun Rahim, i mëshirshëm, falës, i përcjellit, i din, ishe ata dhe neve, dhe vjen dita që të gjithë kanë me marrë shpërblimin e merituar. Ata të vdekurit, inshallah, xhenetin, ata që kanë bosabër në mesin e tyre, po është Allahu e kompenzov me xhenet, por çka do të cila është përgjegjja për neve dhe besimtarët cilët ndoshta kanë mujt dhe është dashur me reagu, me protestu, me kundërshtu këtë që është duke ndodhur në Gaza. Si do të shohë dashurëzën, pra është tjetër botësën, nuk e ndjena siç duhet galjen, mërzin, të lashen e tjetrit. Për ndryshe, besimtari nuk rahatohet kur ka besimtar që kanë të lashe.
Dashëllëzër, çështja e Kaabit ishte preokupim i të gjitha shtëpive dhe familjeve të Medinës, edhe familjeve dhe shtëpive të profetit alayhis salam. Edhe shtëpia e tyre, edhe gratë e tij, pra ishin preokupuara dhe pritshin që Allah azza me çliru dhe mua fal atë gabim. Dhe edhe ju ndihmojshin, rrishin gati grave dhe familjeve të tyre. E Allahu na ka urdhëruar në Kur'an dashëllëzër. Na ka urdhëruar me lexu një sure në namaz, se ne lexojmë çdo recate. 17 herë minimumi e farz për gjatë ditës. Sura Al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. O Zot, o zona në rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilët ti je i kënaqur me ta. Çita janë? Çita janë që Allah është i kënaqur me ta, që ka gjenerat. Profetët dhe shokët e tij, që të gratë, që të burra, që në tret natës, në gjithë natës, atë ja Rasul Allah, shkët ju të regoj, shkët ja pyetje se njëri është të ke hek. Si bëhet vonë heq, oj ka dek, filanit i deq baba, rregull është, asë qelë telefoni me thirr, asë me shku, po flasë për njerëz familjarë të ngushtë. Kur e shef mas një mu ditët vas, pas kumni, Allah hila kë ka deka. Pra jenë ftofë raportet, jenë ftofë ndjenja, si kurse jenë bo një pjesë madhe, si kurse pa ndjenja eq. Të vorët të bo muhabet, besa dhe të kesh. Njëri muslimoni bohen dhej, familjarët e vajtë kojnë, lëtë ju shkojnë vodë, këta tjerë pak ma qanena, bisedojnë, disa dhe pinë cigare. Shkon muhabeti, nuk ka ndjenja. Shkon me po muhabet, politik, debat. Allah më shenë e kretë. Më shenë e kretë. Ndryshe ka tjeka shumë të zërkja. Gjysë natës. Pjesën e tretë, jo në gjysë, po pjesën e tretë natës. Pëtët ja Rasul Allah, atë shkoj të jafë mëjshde. Të ndohet besimtarë ndo një mirë, ka ndë një lejnë të mirë, i ka dhonë Allah ndo një të mirë, është mirë me thirë, është mirë me abo për hajrë, është mirë me vizitua, ja kështë s'ka lidhje më Allah. Jena bo si kurse të tjere, të fatkeqësisht. Ndashë lëzër, edhe një mësim i rëndësishëm, që merret nga kjo pjesa që ka zbrit koha, pra qysh ka qenë e rregulluar në kohën e profetit alayhis salam. Ka ndro herët me fijet. Është sunet i profetit alayhis salam që mas jacis me ro me fijet. Dhe jo fort me bo biseda neja. Është e rryer mas jacis. Me ro herët me fijet, por në pjesën e tretë më qu, sepse është kohë vlefshme. Është kohë vlefshme. Dhe e që në fundit, masha Allah, te barak Allah, pëlqohen besimtarët. E tani kuj edhe 300 e sot dhe tjera. Pra, subhanallah, në pjesën e tretë fundit natës, kret me dinja është qutë, duke boj ibadet. Pra ta kjo po i thët, ja Rasul Allah, shkoj t'i kalzëj, atë qaj dikën, me i tregu, që në përgjegjen, jo sepse ju vërshojnë njerës, subhanallah, njerës të kanë qutë pra. Deltin pjesën e tretë natës, ka në gjonë trut, veç në farë dragiroshe, do që e në për puna, a është edhe muhabet. A gjonë e i kanë qutë. Shka kështit e muslimane, thë se në s'kum nije, s'nije ndë në ora 10 gati. Pra, da shëllësër, shoqni e ndërtuar si pas mësimeve islame, edhe gjumin si pas mësimeve islame. Për shtatë e në konë bërëshjet shumë. Subhanallah, dhe prej këtë është ndëzër, një tjetër përësi shumë e rëndësishme, raporti burr-grua. Sa më mirë që trajtohet gruaja për burrit, aq më mirë është
jeta dhe harmonia familjare. Çështo duhet me kanë. Në parim çështo është. Ka raste ndoshta të caktuara, ka përjashtime ajo është tjetër. Po në parim është kjo. Andaj vetë profeti sallallahu alajhi wasallam është mirë. I ka tregu. Dhe gruaja thotë, "A t'ja bëj çështo?" Thotë, "Jem mos është mundet me ndodhë që kja." Kështu që raportet familjare burrë dhe gru janë shtylla kryesore për një familje të shëndosh. Zaten, fillimi i problemeve që ndodhin në familje, ndodhin pikërisht kur nuk ka raporte ose ka raporte shumë të ftofta mes burrit dhe gruas. Si flet, si kallzon kur gjao, si jep kur faloj mes kur fal mysh dhe kur. Veç e këshirë moral. Edhe e jamon tani dika. Këshirë me gjetë vetën me bo ma vetë me internetin. Po me kanë burri që shdohet, po flasë me kanë burri që shdohet, edhe gratë nuk ishin me dalë shumë kondraj, me kanë që shdohet, me ditë me menagju që shdohet. Sepse pavarësisht që gruaja mundet me qenë ndoshta me pas në cilësi të mirë, pra po është gru, pra është e këthyshme, parim. Dhe burri me kanë i meqër dhe me ditë me komuniku mirë, nuk ndodhin të lashe. E Aisha ka tregu që është sjellë profeti alayhi salatu wasalam me butësi, e me qetësi, e me fjalë të mira, edhe kur ka pas një telash, e ka kthy bot e kështu me radhë. Subhanallahu, një mësim jashtëzakonisht i madh, kur i tha profeti sallam mos del tash me i tregu sepse ju vërshojnë njerëz. Pra profeti sallam u mundu ose i llogariti qysh munden me reagu mosa. Dhe kjo shumë për në duhet sot. Sepse shpesh herë reagojnë, do shka dhe për gjëllore. Reagojnë diçka mi, po tani kur del mosa prej kontrole, valla, se këmë di që për botë qështu. Ose dikush flet në i fjollë, duhet me llogarit që ka mundet me posë pasojë. Ti nështë ke pas të drejtë, por pasoja si ke llogarit mirë. Nësa profeti sallam ka thonë jo, sepse mundet njerëz me ardhe dhe kështu me pas të lashe. Dhe fundit është lëzër dy mësimet e fundit janë xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte xhamia në cilën organizohej jo vetëm namazi, po ato merreshin vendimet, ato publikoheshin vendimet, ato profeti sallallahu alaihi wasallam i kushtimisht atë se mundna me çujt me këtë zhaganin popullor bashkohor konferenca, çato. Pejgamberi sallallahu çka ka pas me kallëzuar miletit në xhami. Çka ka pas me kallëzuar popullin në xhami. Andaj publik këtë lajm e ka bë përmes mimberit. Në cilën kohë tash vëllazër, në cilën vakt sabat, po sabat nuk ka xhamat, nuk ka sot sa atë ka pas. Atëherë besimtarët e kanë folë njëjtë, si sabahun, si drekën, si ikindin, si akşamën, si yasin. Si kanë do. Krejt vaktet e kanë folë në xhami. Andaj në namazin e sabahut, profeti sallam ka dhënë shpirt, mas namazit sabahut. Është pikërisht namazi sabahut që e ka çel perden. Dhe kur e ka po xhamin plot, ka buzësh. Sikur po të dëmë me thonë që po vdesë e unë jam i qetë, sepse, elhamdulillah, sahabët e kanë kuptu mesazhin dhe xhamia në namaz sabahut është plot. Dhe po e përmbyll dhe shëllëzër me një fjallë që tu se ka thonë njëri prej udhëhecëve të jahudive, kur kanë bisedu për rrezikun e muslimanëve, kështu ka thonë rrini qejet. Përderi sa muslimant nuk qohen me falë sabahin, si kur se falin gjëmon, rrini qejet se s'ka kur gjabi tyne. Qështu ka thonë aji? Përderi sa muslimant nuk i mushin gjamiat në sabah, si kur se për gjëmon, livrani ka dali, se nuk është problem. Dhe kjo po ndodhë të dashur vëllezër musliman. A që si adin lerën sabahut, namazit sabahut, kohës sabahut,
Çka pret për ti? Ka thënë njëri prej dietarëve, ati cilit i hum tekbiratul ihram. Me xhamat është fjala. Tekbiratul ihram çka është? Kur thotë hoxha Allahu akbar, imami xhamati Allahu akbar masti. Ati që i hum që këtë tekbiri fillestor, pra ndaj që ti vanohet, fagsil yadayhi minhu, që i duhet për i ti, sepse ai gjonë ma të shtrajt për e hum, namazin, qka pret për i ti nesër? Allahu na përmesoft ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.